Kam nderin të ftoj Presidentin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij zotin Bajram Begaj, të mbaj fjalën për shëndetse. Mirëmëngjes gjithëve. Drejtësia ka nevojë për solemnitet. Kënaqësi për mua të jem sot këtu pjesë e këtij akti solemniteti. Drejtësia nuk është thjesht një pushtet. Është garancia që jep kuptim shtetit në jetën e qytetarit. E nderuar kryetare e Gjykatës Kushtetuese, nderuar ministër, nderuar deputet, nderuar avokat i popullit, rektori i Universitetit të Tiranës, të nderuar ambasador, të nderuar përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, të nderuar të pranishëm. Hapja e vitit gjyqësor nuk përcakton vetëm një kalendar të ri të pune, por shënon hapjen e një kapitulli të ri përgjegjësie të përbashkët për shtetin e së drejtës, për besimin e qytetarëve dhe për autoritetin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Ky vit gjyqësor përkon me një moment domethënës, 10 vjetorin e nisjes së reformës në drejtësi, reformës më të thellë dhe më transformuese në historinë institucionale të Republikës së Shqipërisë. E ndërtuar mbi një konsensus të gjerë politik dhe me mbështetjen e pakushtëzuar dhe të fortë të partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, reforma ishte përgjigja e domosdoshme ndaj një krize të thellë besimi në sistemin e drejtësisë. Reforma në drejtësi gëzoi mbështetje të madhe publike dhe krijoi po ashtu pritshmëri të larta për një drejtësi të pavarur, funksionale dhe me integritet. 10 vjet më pas, rezultatet janë të dukshme. Shumica e qytetarëve besojnë se epoka e pandëshkueshmërisë ka filluar të marrë fund. Raportet ndërkombëtare, media dhe publiku me të drejtë i kushtojnë vëmendje aktivitetit dhe sukseseve të SPAK-ut dhe QKK-s, por në sistemin tonë të drejtësisë kemi edhe struktura të tjera, gjyqtar e prokuror, të cilët po me kaq përkushtim, profesionalizëm, dinjitet dhe përgjegjësi kanë arritur të japin drejtësi. Sot, të gjithë aktorët politik, publik, institucionet, media dhe shoqëria civile i referohet gjithnjë më shumë kushtetutës dhe organeve të drejtësisë, duke adresuar problematikat, pretendimet apo konfliktet e tyre në rrugë ligjore. Ky është një tregues i një kulture të re juridike dhe demokratike, por kjo kulturë kërkon edhe respektimin e vendimeve gjyqësore nga të gjithë. Drejtësia funksionon kur ajo respektohet, jo vetëm kur deklarohet. Të nderuar të pranishëm, boshti themelor i reformës drejtësi ishte pavarësia e gjyqësorit. Sot, gjyqësori është i juaj. Sistemi i drejtësisë ka fituar autonomi të plotë. Kjo pavarësi është një arritje madhore, mjaft e rëndësishme, por pavarësia shkon domosdoshmërisht, krah për krah me përgjegjësinë. Edhe funksionimi, integriteti dhe besueshmëria e sistemit të drejtësisë janë në radhë të parë përgjegjësi e juaj. Pavarësia e sistemit të drejtësisë është gurthemeli i patjetërsueshëm i rendit tonë kushtetues dhe funksionimit të shtetit së drejtës. Pavarësia e gjyqësorit nuk duhet kuptuar vetëm si ndarje formale nga pushteti politik. Ajo është aftësi reale e sistemit të drejtësisë për të ushtruar funksionet pa presion apo ndërhyrje, duke garantuar një drejtësi efektive, të paanshme dhe në përputhje me standardet evropiane. Por kjo pavarësi nuk duhet të kthehet në një vetë izolim institucional apo mungesë llogaridhënie. Të nderuar magjistratë, ky vit gjyqësor duhet shënojë kalimin nga faza e reformës në drejtësi në fazën e drejtësisë funksionale dhe të qëndrueshme. Gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë ka rol thelbësor për të krijuar norma,
praktika unifikuese dhe garantim të sigurisë juridike. Strukturat e qeverisjes së sistemit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe Shkolla e Magjistraturës mbeten thelbësore në funksionalitetin e sistemit të drejtësisë për vetë menaxhimin, transparencën dhe llogaridhënien. Çështjet administrative, procedurale dhe buxhetore të sistemit të drejtësisë nuk mund të adresohen nga një institucion i vetëm. Ato kërkojnë bashkërendim dhe bashkëpunim ndërinstitucional, veprime të domosdoshme dhe thelbësore për suksesin e reformës në drejtësi. Të nderuar magjistrat, e mirëkuptoj kompleksitetin e funksionit të çdo gjyqtari apo prokurori. I kuptoj sfidat dhe vështirësitë me të cilat përballet sistemi i drejtësisë. Por nga ana tjetër, shqetësimet e qytetarëve që i kërkojnë drejtësisë vendimarrje të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, ashtu siç ligji e parashikon, mbetet detyrim kushtetues për garantimin e të drejtave themelore dhe përbën një nga elementët të thelbësor të një procesi të rregullt ligjor dhe me standarde. Është e vërtetë se drejtësisë që të funksionojë i duhen kushte optimale, kushte që i japin funksionit dinjitet. Por mungesa e tyre nuk duhet të na bëjë të harrojmë se parazgjithash drejtësia është ideal dhe pastaj zotim publik. Prej vitesh, drejtuesit tuaj kanë kërkuar me drejt më shumë pavarësi, siguri, mbrojtje dhe respekt për magjistratët. Vrasja tragjike e gjyqtarit Astrid Kalaja në tetor të vitit kaluar është një këmban alarmi për gjithë ne, institucionet dhe shoqërinë shqiptare. Siguria e jetës dhe dinjiteti juaj nuk është privilegj, por kusht për ekzistencën e shtetit të së drejtës. Por pavarësia, siguria dhe respekti nuk janë qëllimi në vetvete. Ato janë vetëm mjete për të realizuar qëllimin. Çdo ditë duhet të flasim për qëllimin, për drejtësinë dhe cilësinë e saj, për vënien e sistemit në eficiencë, për rezultatet në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, për shmangjen e arbitraritetit në vendimarrje dhe forcimin e standardeve, për suksesin e mekanizmave të vetë kontrollit. Vetëm kështu merr kuptim pavarësia dhe fitohet besimi publik. Jo çdo gjë varet nga ju. Disa i kanë dorë të zgjidhë qeveria, e ca më shumë parlamenti. Por ato që janë në dorën tuaj janë të rëndësishme, janë themelore për mbarvajtjen e sistemit dhe të reformës në drejtësi. Në këtë kontekst, kërkohet përgjegjësi institucionale, ku vendimarrja të jetë ushtrimi i funksionit kushtetues që garanton siguri juridike, parashikueshmëri dhe barazi para ligjit. Të nderuar pjesëmarrës, një tjetër parim i drejtësisë është drejtësi e vonuar, është drejtësi e mohuar. Zvarritjet procedurale, qartësia e vendimeve, koha e gjatë që merr shqyrtimi i dosjeve dhe zbardhja me vonesë e vendimeve perceptojnë të qytetarët impaktin negativ për sistemin e drejtësisë, për jetën, të drejtat, pronën dhe mjedisin e tyre. Forcimi i standardeve, unifikimi i praktikës gjyqësore, eficienca institucionale dhe cilësia e vendimarrjes janë parakushte për rikthimin dhe konsolidimin e besimit publik. Në institucionet e së drejtës nuk ka vend për tranzicion. E drejta është një gjë që nuk negociohet. Dhënia e drejtësisë është sa përgjegjësi dhe profesionalizëm, po aq edhe një akt i lartë shtetarie. Vetëm duke dhënë drejtësi, duke fituar besimin tek qytetarët, duke garantuar shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit, të drejtat e njerëzit dhe duke forcuar institucionet, do të kemi progres të qëndrueshëm edhe në rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo është zgjidhja vetme që kemi dhe sfida më e rëndësishme për institucionet që ndodhen sot në këtë sallë, si edhe për gjithë ata që flasin dhe veprojnë dhe vendosin në emër të Kushtetutës
dhe të ligjit. Të nderuar magjistrat, si Presidenti i Republikës do të vijoj të mbështes fuqimisht forcimin e pavarësisë dhe funksionalitetit të sistemit drejtësisë, të mbështes çdo nismë që shkon në drejtim të forcimit të institucioneve të drejtësisë dhe ruajtjes së integritetit të tyre, por gjithmonë të mbetem një zë në mbrojtje të qartë të interesave të qytetarëve, që presin drejtësi funksionale, të ndershme dhe të barabartë për të gjithë. Ju uroj një vit të mbarë në shërbim të ligjit dhe në nder të Shqipërisë. Faleminderit. Ju falenderoj Zoti Presidenti i Republikës për fjalën e mbajtur në këtë ceremoni solene të hapjes së vitit gjyqësor. Në cilësinë tuaj si kryetari i shtetit, fjala juaj vendos tekstin të uniteti institucional dhe të respekti për parimin e ndarjes dhe të balancimit ndërmjet pushteteve. Presidenti si kryetari i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit të popullit vendos një ton bashkues institucional. Mesazhi juaj na kujton se pavarësia e gjyqësorit dhe përgjegjësia ndaj qytetarit ecin krah për krah dhe janë themeli i shtetit së drejtës. Është po ashtu një thirrje për çdo institucion të ushtrojë kompetencat e veta me maturi, dialog dhe standarde të njëjta profesionale dhe në mënyrë të veçantë për sistemin e drejtësisë. Ju falenderoj për fjalën tuaj. Kam kënaqësinë t'i jap fjalën ministrit të drejtësisë, zotit Besfort Ramallari.